vetëm një 2 fjalë për fushatën edhe zgjedhjet që do t'i kemi të dielën. Me që jemi në fushatë zgjedhore dhe sonte mbrëmje mbyllet, është e kuptueshme që gjithë kandidatëve u takon të flasin, të premtojnë zgjedhje për shumë probleme të vendit tonë. Normal, për atë sa unë e kam përcjell fushatën, të gjithëve u janë mbushur gojet me fjalë dhe premtime, si gjithmonë në fushata. Të gjithë ofrojnë veten si shpëtimtar të Kosovës, gjithmonë me arsyetimin e interesit të vendit tonë. Çështo është hanedan në fushatat zgjedhore. Megjithatë, për ne votuesit, do të ishte një iluzion i rrezikshëm të vendosnim për votën tonë vetëm mbi bazën e fjalëve dhe premtimeve. Veçanërisht kur për secilin ekziston një histori veprimesh që i kemi provuar tashmë. Krejt këta lider që garojnë sot në fushat i kemi provuar në një formë apo tjetër. Prandaj, përcaktimi ynë duhet të bazohet edhe në atë dashurinë e dëshmuar në terren nga këta kandidat, jo vetëm muhabetet dhe llafet që i bëjnë, sepse të gjithë, domethënë, i kemi provu dhe e dim atë dashurinë e tyre ndaj vendit. Veçanërisht, mendoj se 4 kritere duhet të na udhëheqin, na orientojnë kur shkojnë atë kutia e votimit. Numër 1, duhet të votojmë ai i cili ka tendencë me respektu ligjin dhe ka përpjekje reale për rend dhe ligj. 2, duhet ta votojmë atë njeri që ka respekt për rolin dhe përgjegjësinë që ia jep pozita. 3, duhet t'japim votën atij njeriu që i kryen detyrat në mënyrë profesionale dhe morale. Pra, të votohet ai që ka edhe leadership në kuptimin politik dhe ka forcë në kuptimin moral. Madje ky është njëri prej kriterëve që buron prej Kuranit fisnik. Profesionalizëm dhe moral. Dhe krejt në fund, po du me kujtu për gjithë shoqërinë, veçanërisht për politikanët. Nga pozita politike, adheu nuk dashurohet vetëm me fjalë, por me përgjegjësi. Prandaj, ai që fiton, domethënë nuk ka më nevojë me na thurr vargje. Ai duhet me dëshmu dashurinë ndaj vendit të tij me anë të përgjegjësisë, jo me anë të muhabeteve. Shpresoj që dalin të gjithë të votojnë